Përshëndetje miq. Mirëmbrëma. Mirë se kanë ardhur në këtë mbrëmje të fundit kësaj jave, e fundit edhe për muaj maj, 30 maj 2025 në Fejkov si gjithmonë me Gonin dhe Xheprin. Pas polemikave, llafeve, dyshimeve, mosdorëzimeve, e rikthimit të zgjedhjeve të tjera më në fund certifikimeve. Më në fund opozita dhe mazhoranca dje për herë të parë filluan punën në parlament. Çfarë thua më? Do t'i lesh parokët ja? Pse? Pse e thot? Prandaj shkojnë në parlament. Sa ata kishin gjithë atë, jo ne nuk i njohim zgjedhjet e Po jo, po më janë tjetër. Po pranonin të shkonin fare në parlament. E të rinë pa buk, e? Të rinë pa buk në këtë kohë. Po janë të tjera ata që vinë në Tani që shtatorë. s'ta mbështetas Amerika. Po qarë thua? Bënin çfarë doni, tha, Një me jetën 80 tuaj, veta. punën tuaj. Një 80, do më thënë s'do jenë. Që s'dojnë, Sajt ata që ishin në të mbyllur. Xhefri me çfarë do ushqen? Se ku do ta gjejmë punën kaq shpejt? Po lexo dy rreshta nga rregulloria e kuvendit o derzi. Po se ç'a? Po si çarmër? Marrin 80% të rrogës së deputetit. Do të ekzistuese? Po kësa, 3 milion 2.800 afërsisht, ti zgjas llogari. 2 milionë 400.000 rrogën do të bëhet pallo. Pa u bërë deputet. Bëjnë më dhe në punë të dy që ta komesojnë. Edhe për një mandat tjetër, 3 vjetë sa ju shtyhet, e kupton? Se një mandat tjetër 3 vjetë për mirë, që ta di, 3 vjetë. Dhe pastaj, si vazhdojnë? Po kanë ato privilegjet se kanë luftuar. Kanë privilegje? Po, kanë luftuar për atë ditë. Kanë privilegje, e? Ju paguhet karburant. Se mund t'i zje me mua. Unë i thosha i thonë privilegje, a i më tha jo i thonë privilegje. A, do mund. Aja ka ngellë mrapa botës e. Vetëm fjerak që ndi dialekt. Po, kush është në mosh, merë pensionin e deputetit të re. 2 milion e ca lek... Në dialektin e Leskovikut, apo se di, të marrë shvesh. Jepe në qikë pamit e parlamentit? Po le, që ishin, tërmalli ishin vabë. Prekse? Kryen vepër, a? Qarë thua? Ishte edhe një foto, po do të ka hequr mondi. Qarë ishte? Po, Erion Braçe me Tritan Sheun. Ishte takimi për zemër. Ke vend dorë, mondi? E ka hequr si duket, ndoshta nuk e do Erion Braçen edhe. Hajde, më. Po, Manjani pse ishte nervozuar? Dhe ishte bërtitur e qa nuk e kështë thënë... Qka ishte është deputet, pse vështë? Deputet sështë ajë, po një farë mënyrë opinionin e afronë... Jo, opinionin mirë, ja, po pse aqë? O mondi, jepe një qikë shfarë thotë? Bëni lajmin që iku pjesa e zgjedhjeve dhe të saj, Zotri. Qa, rubrika sportive që? Por jo, i tha vjedhje dhe a bëjnë dashuri, tha, për qafohen. Së rubrika sportive? Se Erla me Illit duket për rubrikë sportive ty. Po, a shumë, se për ishe larkë. He, zoti ma. Po, qke o Illit? Po, si qka po nuk, Vilës ishe zënë keq fare. Ishe zënë me këtë Kristian Balliun. Jo, Kristiano, si Elvis Balliun. Elvis? Klevis. Ha? Klevis? Klevis. Ju nuk e di sa di emrin mirë. Që kish me këta? Ja, shikoj. Partia Demokratike, pikës pari, ka qenë vitin 2011 që ka harruar të fitojë zgjedhje. Zgjedhje kështu nuk ka për pasë asnjëherë, kështu ka për qenë. Pra këta nuk janë gjendje të fitojnë zgjedhje. Gjithë kanë interes, po patjetër që kanë interes. Se nuk ka logjike të votës që e nxjerr, që ndërkohë që kapet Safi duke vjedhur atje, dhe që nuk ju bën përshtypje kur thua që janë kapur në flagrancë. Zyra elektorale ilegale. Zyra elektorale ilegale. Kjo është krimi më i madh që i bëni ju këtij vendi. Ku e ke pse se ke debatin me qeverinë? Ku t'ja tregon ti? Mund të ty tregoj. Bëni gjyqin ju opozitës vetëm që
vazhdon. Opinioni im është kjo. Djalë me çika. Me shumë respekt për gjithë opinionin tuaj. Po zhati bëj parlamentit këtu. Dakor, është më mirë. Unë zon debatin me Partinë Socialiste zot. Ku janë ata? Debat me qeverinë e këtij vendi. I vetëm tek pull, debat me qeverinë e këtij vendi. 8 vjet nga jeta ime. Kto kërkon? Ti si duhesh shkuj, kaq, këtë të thashëm. Ky është mendim. Kurse ndryshe nga ne, kjo tezë duhet vetëm Ramës. Ne mund mos i duhem, kurse ti i duhesh vetëm ti. Ajo është vërtet. Opozitë që nuk i duhet as dreqit propozitën. Po ky djali. Ç'ke me opozitë? Ky balliu Ka kush e mbron? Ha? Mira ka bërë. Po, shumë i përgatitur. Bravo, Kevis. Edhe me gishtin tregues, ha? Bravo i qoftë. Bravo. Rio Manjani Po sepse këta e kanë qenë antikomunistë që në kohën e komunistëve. Qa thua? Nuk diskutohet fare. E mo ylli. O lere këtë ti, o Berisha. Çfarë ka me? Në parlament, o dje. Se unë e dija sikur ishte për kështu. Sigurisht e riu të ti. Në tash denoncoj krimin zgjedhor. I ka. Po çfarë të demaskuari më. Sepse në gjithë ato që kanë thënë ore jep dorë që se me statut partiet po të ishi zgjedhje të lira të ndershme. U largosha me po ishte fars. Dhe përballë unë tashmë misioner i votës lirë. Dhe deri kur shqiptarit votoj lirë, uë më keni aty. Ka me uë. Tho Sali Berisha mua. Shumë herë me ndershme do ishte që këtu në parlament të ulej Gjevdet Troplini, Altin Hajri, Elvis Doçi, Suel Çela, Plum Gjoka, Arben Qimja, Renato Salini, Orik Shyti dhe të tjerë të cilët u përdore një si leska politike në funksion të prenorive të tyre të krimit. I demaskoj me emra, gjove ish deputetet ta. Ish deputetet, vetëm ata që do jenë atje. Po i tha, tërpinin e këta, diun se qa janë, se janë deputet ta. Ani mos ngellet qefi, vjedhje keni bërë sa janë. Po qartë se më mbetet qefi. E t'jove flamur në okën Po tima. le më flamur në okën. Si t'le flamur në okën? Po kemi vend e dorë. Ku ti thua tima? Po ty të themë. Are ka shuka abim se ishin zarfet me GPS. Ishin poshtë zarfit GPS-i. Se kupton dhe zarfi Se ku po shkonde. Jo dhe gjoj vetë Mulin. Hajde Muli. Ne kemi paraqitur fakte pa fund. Kam nisur njeriu tani në Britani, do vidëm sjell materiale. Disa mbështetës tanët kanë votuar në seri grupe. Se kemi dek të organizuar në Britani parë. Dhe kanë nisur me GPS. Konfirmojnë, pra ne kam nisur presorin për Britani, konfirmojnë sot dhe kësaj dite që gjithë votat e tyre vazhdojnë GPS-i i tregon që janë në Londër, nuk kanë asnjë Shqipëri. Taulanti ka numëruar këto votat e tyre. E njëjta situatë është në Selanik. Minimalisht 500 votues kanë futur GPS-in brenda zarfave. 500 zarfat vazhdojnë të ngelen në Selanik, s'kanë ardhur asnjë në Shqipëri. Kjo qenga interesante Po. që se E kuptonë Gjefri, GPS-i tregon që janë atje në Londër dhe në Selanik. Vjedhje pastër. E nuk përshmend fare. Unë akuzoj. Çfarë akuzon ti më? Për vjedhje. Po ka rënë GPS-i, me çfarë do ta ngjisin ata në zarf? Ka rënë është atje dhe tregon atje. Votat tu i ke, o agron. Po çike këto. Se kështu ka qenë. Po çfarë thua? Ti e mbërthen me paramand GPS-in? Ja, mirë, mora vesh. Këto muhabetet të vazhdojnë deri në shtator, këtë muhabet. Kemi verë të nxehtë, muhabete. Mondi. Ha, bëj publicitet, se më hypë nervat, bëra keq. I ka bërë një analizë situatës politike në vend profesori Pilinçi. A më tha çfarë profesori? Jo, Plum Pilinçi. Sa bukur ke fillon. Çfarë? Të dashur bashkëdhetarët e mi shqiptar. Shqiptarët e mi të dashur. Edhe e bëri Partinë Socialiste. Nuk shaj takimi që bëri Edi Rama. E di. Që i fitu dhe. Grafi, e? Skaner. Grafi, thash, me atë të vjetër. Skaner me kontrast. Që ti tregon të gjitha. E di që ka bërë apo ja? Amëj. Një diskreditim dhe ka marrë dhe e honë të madhe në... Vdesin shqiptarët, të garantoj për një gjë. Ky nuk do guxoj të dali do të më në këmë, vetëm.
Se shqyën shqiptarët nga dashuria. Se është amal dhe në mosh, pisnik, edhe di shumë. Di shumë unë ta marri vesh Trumpi që ky ka ardhur këtu në Shqipëri, dërgon forca speciale që e merr, s'mund t'i ki kjo pasuri Amerikës. Mirë të të. Ky këtu është, shko, do të tregoj edhe një gjë të veçantë që është speciale për herë të parë në Fejkhof, arsyeja pse ky ka ardhur në Shqipëri. Po, shikojnë që skaneri që i bën pasas. Hajde profesor, shqiptarët e mi të dashur. Dashur shqiptar, a që gjoni fotografinë e kryeministit të Shqipërisë, që quhet Edi Rama. Kriminal. Dhe këta janë kryesorët e Edi Ramës. A që gjoni fytyrat, janë fytyra gëzimi, apo i dërimi? Janë fytyra që martojnë një njeri, apo janë fytyra i dërimi dhe para fytyrave të tyre ka një person duke tamam si gjenaze. E kuptona. Zirë. Si që tha doktori që rinë nga Afrika, nuk pipëtin, nuk flasin. Shko si zbërtheu e bëri qatë temë. Pas ta e bëri këtë Belinda Ballukun. Që ne nuk e kemi njohur. Po se kjo është padituria jona. Asu nuk e dija që kam lidhje tregtare me Greqinë ore Xhefri. Ti? Nuk e dija. Po se dija, nuk ma tha profesori, ja Agroni ka lidhje tregtare me Greqinë. Nuk e dija orë të betoje. Kurse ka marrë vesh unë nga po pikërisht, po ja e dija ai. E qarta për këtë? Ja dëgjoj. Kjo është zëvendës kryeministria. Shikoni sy si e ka, mendon. Shkojnë të betim. Ato që unë kam vjedhur si u bëkshu. Mendon, unë kam punuar në Greqi, duke pastruar plakat e plejtë, unë ta shifle bi miliona e miliona dolar. Sa di kyme. Kjo Balluku pas ka larë pleqe plaka në Greqi, bas edhe ajo nuk e diur, po shumë mirë kjo që edhe... Po pësa, shumë ka bërë që këtë? Po djerë se në? Jo. Leo këti ka bërë kështu si zotës kërministë ato tëre. Are, po të temër. Lere pastaj. Qa i punon Fatmir Gjafës. Ja, ma se skruet me Fatmir Gjafës. Unë temë s'ka pasu brek në byë, thore. Kush më kë? Jo pilin që jo. Kush s'ka pasu? Fatmir Gjafës. Qarë të vëtë? Jo, re, dishtë të thot pa breko. Jo, digjoj. Dhe më s'koj, profesor. A e shini Gjafën. Urdra. Është thinjush. Mendon, unë kam qenë jurist të kone në verit, unë dola në forafime në verit, duke buzë qeshur, unë të që janë bërë me vila, po gradec, e kudo. Të shkretat kudo vena ato të mija. Dikur, a i s'ka patur brek të vishtë. E kupton? Ju lutem... Brek të vishet, o jo brek në... Mondi, të gjende brek për Fatmir Gjafën, si? Brek në... Po brekët ku mbajnë. Po në byth. Brekët ku mbajnë. E pa tëre si dashke ti ta them. E më vibre të... S'kishte brek të veshi, thot aji. Mondi... Ti do të profesorit të thot e fjallën byth. Dërgo sol... Jo për Vox Popa, jo. Të mbledhi brek. Ti marë masën edhe... Jo, të mbledhi brek. Të mbledhi brek një palë të bjena. Një palë të shkajna. Atere... Edhe aji Hajduti Korçës. Aja Hajduti Korçar. Hajduti kushë, Peleshja? Peleshja. Mjatish. Punon të rrugët Gjermanis, pasron të rrugët e Gjermanis. Nikoa? Nikoja. Për pësa bitë është ti? Ore të thash i ka bërë skanerin, ore. Ore qanë kërë. Niko, e ke deklaruar? A shikoni këtë Korçar në fund, ka qenë në Gjermani, pastron të rrugët e Gjermanis, Korçari, 2-3 herë minister, jam tregtar, thot, që nuk e një tregëtin. E kuptona, se një tregëtin. Po qa se një, ma komshime... Jo. Po tregëtin... Ka pasu shpinë e dyqani i Irakës. Nuk kemi një soj tani për tregëtit ditë bëj unë. Ti? Po ti nga... Po sot jo ati ato që bëj tregëti me Greqina. Budallaj ati. Po tani... Jo të gjitha budalliqet e profesorit janë. Ka dhe budalliqe. I ka të mira, ka. Dhe shumë mire ka. Sepse unë gjithmonë thoshja, orë që thot gjitho budalliqe, dakor se e beson, shqiptarët besuan në Rapush Xhaferi, në mblodhi parat, po besojnë Pilinqin. E kupton, problemi gjithë është që, unë thoshja, qëne ky? Se ky do bëjë Shqipërinë e madhe, etnike, atë Shqipërinë, po se di që nga amanet i kujtësht.
Skënderbeu amanet, edhe këta se Kush amanet Skënderbeu do? Që të bashkovi ato, Kush bashkovi ma? principatat ma. Po jo, nuk i bashkovi. Po qari beri ma. George Washingtoni, presidenti parë Amerikan, i ka lënë stërgjyshit të këtij amanet. Stërgjyshja la gjyshit, gjyshja ja urza. George Washington Bridge. Bashka. George Washington Bridge, po. Dhe u kam thënë dhe përsërit. Unë jam dikushi, Urdhra. edhe si familje dhe si person. I kam dhenë këti kombi Shqipërisë, i kam dhenë dhe kombit Amerikan, stërgjysht e mi, gjyshit tim, i matë, dhe unë i fundit që kam ngelur vetëm për kombin tim. Por unë kam një mision, kam një amanet nga presidenti parë, ma ka lënë i gjysh para se ta vriste komunizmi. E kuptona. Para se ta vriste komunizmi, tha priti them një amanet këti. E ka, ose ka lënë me Dhe thot ti do bësh Shqipërinë. Dhe ky ka bërë dhe kombin Amerikanore. Po dëgjove ti. Po mbaroj atje u e nisëm. Po jo, se ka mbaruar atë, paralelisht i bën kështu sepse është si enët komunikuese. Po sinergjia o Jeffrey, sinergjia. Njëra dorë lan tjetër, të dyja lajnë edhe ka dhe diçka për ty. Për mua? Po. Ngopja profesor Shtria. Kam bërbetimin unë. Ja, dëgjoj. Është një zot në ajrë, o në tokë, dhe dashur shqiptar, a i zot në ajrë, në tokë, në detë, kudo në këtë rruzëllin toksor, e ka emrin Amerika. Jo mora gron laka, e a i di mirë Shqipen, thua, o pa tjetër e di me mirë se ty, sepse di gjuhën e spionazhit. Pse më shikon kështu? Të mbaka mund këtu të... Dyshon? Si dyshon? Di dhe anglishti. Mos ju ndaj këtyre shqiptarve, bashka patriotve, Shtria dhe ne të kënaqemi se do të kuptosh që qeshura nuk është dhuntia disa një, nuk mund të jetë kështu, çdo kush mund të bëj për qesh. Profesori ka këtë lumë kombi ynë që të ka, lumë Shqipëria dhe Kosova dhe Çamëria, Medvegja, Bujaneci dhe Presheva. Di anglishti. Jo, di shqip thaj, për shqip më akuzoj, jo anglisht. Për mua, për anglisht. Për ty e ka. Pyetëm pak, kush është muaj 2? Muaj 2 të vitit. Department State of America. Of United States. The second month of the year is February. Ore këtu. Këtë ta thash. Ore Department State of America. Thuaj? Department State of America. The second month of the year... Profesor, ja urdhëro. Qa do të them unë? The second month of the year, for July, a qa është for July? For July, e di qa është for July? Që është shkruar Franca. Që? është shkruar Franca. Të ke parti kur bje 4 kori, këthem goni meru me emisionin? Po, diklinja di Ramës. Ja, prapë. Po qa? Pavarësisë se United States of... Mondi. Këto mua betet la fason ty, po se ti se di që ta maneti i George Washingtonit. Se 3 dheu që thoshin pletë. Se 3 dheu. Publicitet. Aman është ndezur atmosfera me atë pëllëmën e gruas që tha Berisha sa të këtë shok e di Rama, edhe Rama që tha është qyryk, çdo qyryk i famshëm ka, pas çdo qyryk i famshëm, shihet një grua budollaç debile që të qillo me plëm. Po ishin prekur dhe në gjitha zonat edhe shqiptarët, burrat shqiptarë, po si, vajti në Vlori, tha, qa thuare, po nuk janë ngopi një grusht i marë tonë të maman. Jo. Qa bënde, aty jam e vlonjatë. Se Makroni për ne shqiptarët ka dopsi, ka fiksim. Shqiptarët, po. Se tha, nuk kam dëgjuar kur në botë, si shqiptarët, që po t'i thuash, shko bëj atë, si përgjigje nuk të thotë jo, së më do bytha. Ja, në kuptimin ashutis, më do bytha. Jo, avash tje. E të këva soni në të pjosi shqiptarët. E vajti, i pyeti.
Çfarë do bëje ti nëse gruaja do të qëllonte në publik, sikur ndodhi me Emmanuel Macron? Pa ai po lose, unë me gruan los tërditur. Si loj me shpullë? Po ishte loja, akoma nuk e kemi ka kulturën ne. Kultura është në vendet evropiane, që nga Greqia, Italia, Franca, atje, ne nuk kemi mundësi që t'japim për akoma imi me negativitet, se ne në kalon ekonomia, po imi edhe pasiv ndaj kësaj që ki ka bëjë sot e jetë. Shiko, se i zure suratin atje. Supozojmë se shokja juaj ju godet me shpullë, sikur goditi Macronin. Emmanuel Macronin. E një shakarat se gruaja ime s'kishte shans ta bënte këtë, unë kam 35 vjet jam ndarë. Ashtu, ha? Për shumë merë më pak se kaq, jo të arrinte në këtë pikë. Tash ti duhet të dish një gjë që një burr që është martuar me gruan që ishte 30 vjeç më e madhe dhe që ajo e ka si birë të vetin, e ka përveshje, i shtyp undën, i shtyp kokën që atë duash ti dhe e bën dhe në publik. Do dhe kisha divorcuar me njëherë. Po që se do kishte ajo arsye të fortë? Po qërë arsye të fortë, si do qoftë ajo, kjo të regon që ka rënë burëria e udhëheqësave të Evropës. Nuk janë burra, burri, do më burra shteti, që bëren edhe dalen në këtë formë, e kupton apo jo? Macroni ka zgjedhur vetat edhe unë. Po, patjetër. Në më thonë është pjesë e shpullës, edhe vetë ai që ka marrë atë që gjuan shpullë. Unë bëj humor dhe them, më ka qelluar, gruaja e mirë se s'ka dorë. E kuptoj. Po shpulla është një lloj reagimi. Në vend shpullës ka fjalë, ka përbusje, ka veritje, nuk është ne shpullë, kështu të di çfarë ndodh. Gruaja godet me shpullë Emmanuel Macron. Nëse ty kishte ndodhur ju në publik, si do reagoni? Nëse ty godiste ju me bashkëshorte. Po një lloj është publik. Si publik, si jo në publik. Po si do reagoni ju nëse do ndodhte juve? Do ta puthja. Do e puthja, bravo. Edhe faqen tjetër. Qëllom. Macroni e bëri këtë? Nuk e di që parë po lexoja një lajm, po nga një ekspert që thoshte që ishte situata sikletshme për. Po nëse ju godet pa të drejtë. Se me të drejtë normal që këtë në faqen tjetër, po pa të drejtë. Prap, në publik do i ktheja faqen tjetër. Në publik. Në shtëpi pastaj. Si që rrasin e një shpull tjetër. Ata lloj burrësh, jo me shpull, po të mysin hu. Kur gjen burra budallë. Ha? Nëse do e gjute ju bashkëshorte, si do të thënë? Gjute bashkëshorte. As mos e çon në përmendari. Në Tiranë nuk i dërojnë për ta gjona. Mja ka drejt për shumë. Pa drejt nuk gjujeri. Që me gjuj? Ka drejt, ke bëj fajt, ose e ke tradhë. Kom papaje. Kom pa u bëj 100 paje, s'ka, që të shtutoni lavë, s'ka menera i me më gjuj. S'po fjallë, e? Ja. Goni. Goni. Ta si e pa, që i ka jene gata? Po, ja më bëke gonin. Gonlake, e? Po mërë gonlake. Si e do të vërtetë? Pra, morali, urdo. Meri di shablon. Jo, morali është që nuk ka burra me 2 r, është me 1 r. Se po t'ja shqiptar, burri që është burr, se qanë... Bythën. Kur? Gjojë më dështë. Kjo kishtë blerë një parfum. Ati. Dëgjoni të vërtetën dashur miq. Dhe që janë lajme... Budallyqe nga këto. Fake. Dëgjoni budallëkun e radhës. Kjo ishtë kishtë blerë një parfum shumë të shtrenjtë, Macronin. Ati u preka, jo se mbante. Kishtë edhur atë të tjetërin, tha. Po unë për qartë ta bleva i tha dhe... Edhe zmadoj një gjerat. Shikoni qime në syrin tim dhe traun... Shikoni trapi në syrin e times. Macron, qarë. O, Macron, përdora parfumin. Vera të që të ka dhe në jo, qarë. Qaja, ke diskredituar. Do të janë zishë njësë. Dashur mik, të dashur bashkëdetar, patriot të mi. E shikoni këtë fytyrë këtu? Ky është Gjefri. Ky është njeriu që parashikon ndeshjet edhe pse ka dështuar. Nesër, finale Champions League-s në Vision Plus, mos haro. X. Dhe shkon në shtesë, ruleta e penaltive. Atere, shkroni, Agron Laka, 2-1 për Inter. XX. Shifemi të hënën për të tjera.
nga unë edhe Gjefri, të dashur bashkëdhëtar, shqiptarët e mi, patriotët e mi, kudo që jeni, natën e mirë.